Zotri Berisha, a keni vot pro apo kundër kuvendarit, kuvendares në fakt dhe qeverisë Kurti? Prej momentit që ka dalë emri i zonjës Albulina Xhiu prej ditës parë, unë kam pasë qëndrim që institucionet, konstruimi i kuvendit duhet bëhet sa më parë, edhe kam votu pro. Ke votu pro prej ditës parë? Kur ka dalë emri në votimin e hapur. Po ju jeni edhe... Në momentin që ka arë propozimi për të votuar, për të krijuar një komision dhe për të votuar fshehur, unë jam ai deputeti që votoj vazhdimisht kundër, sepse jam kategorik kundër me u votu një kryetar kuvendi në formën e fshehur, sepse mendoj që duhet me pas legitimitet publik edhe me u votu prej një shumice cila është me votë publike. Edhe konsideroj që është kundër kushtetuese edhe kundër rregullore. Kam thonë që nuk kam asnjë marrëveshje me qeverin Kurti, për qeverin edhe akoma mbetëm njëjtë. Domethënë nuk... Se voton qeverin. A i bie keq që se voton qeverin? Do i ka thonë. Absolutisht, unë s'kam asnjë marrëveshje, ka një muaj e gjysmë që unë se kam taku zotin Kurti. Po. Dhe s'kam asnjë marrëveshje akoma për të votuar qeverin. Dhe ky është qëndrimi publik prej ditës parë. Dhe duke mos pas një marrëveshje nuk e voton qeverin Kurti? Absolutisht. Unë nëse s'kam një marrëveshje me qeverin Kurti dhe nëse ai nuk më respekton, edhe nuk i respekton kërkesat e komunitetit egjiptian, unë nuk kam arsye me votu dikën që nuk më respekton dhe kështu mbetet. Lirimi e shtroj një çështje, a është respektiv nëse të punësot gruaja? Jo, s'thash asnjëherë që ka punësuar. Tash e shpjegoj. Punën e tij. Edhe unë kam shumë respekt për lirimin dhe punën që bën. Gjithashtu po thot. Për momentin në gjashtë. Është një vetëm nga komuniteti egjiptian e cila ka kry shkollë dhe është ginekologe, specialiste ginekologe dhe që 4 vite punon në CKUK-n klinikën. Që 4 vite po punon në CKUK. Patjetër dhe po, jo të tash shtrohet pyetja. A bën me ditë zotri Berisha? Është doktoresh e klinikës ginekologjike në Prishtinë, do 4 vite kur na verifikon. E respektuame gjithashtu dhe po ashtu s'kisha me verifiku se është e saktë. A mune me na tregu kush është drejtër në ginekologji në CKUK? Po kjo është letë... Po ti që aty mas e kje dhe familjarën, a ja din emrin? A ja din emrin? Po, dhe do është doktor Zepi, me sa... Po, kandidati vetë vendosis për deputet apo jo? Po, me sa e di ka qenë, po. Jo, e din. Ka qenë. Pse zotri Berisha, se nështë ta kjo asë nuk takon ty mu përgjigje dhe mund është mos mu përgjigj, kur ka ndohë transferimi i disa mjekve brenda reportit atje, përveç grus quj që është këthy në pozitën ku ka qenë, tjereve që ka mundësu kjo. Nështë ta mund... Për pozitë për këtë fjallën, unë po e konfirmaj që është doktoreshe e klinikës ginekologjike. Po dhe? Edhe ato që është tekniket brenda, doktoresha Mimoza. Po, me drejt, po. Është ka punu në patologji për 3 vite. Po, mos më kesh kuptoni, nuk kam tendenca këtu. Jo, po është keqë se po flitet për grunë time, cila... Ja. Po flitet për drejtëresha, për mjekën në ginekologji, s'ka lidhe kjo. Po. Zoni po vjen i përsëritur, do doktoresha Mimoza, doktoresha e klinikës 4 vite. Lirimi pjesëhir Mustafes, kështu dhe live. Kjo është çështje që brenda klinikës dhe brenda ato lëvizjet që bëhen brenda klinikës janë çështje krejtë brendshme e klinikës. Mirë, do të bëj këto që unë e kuptoj që gruaja ime është punësuar në klinikën ginekologjike tani. Jo. 4 vite. Që 4 vjet është e punësuar dhe këto e përmendi edhe Lirimi. Faleminderit shumë që e sqaruat. Faleminderit shumë. Mos është në këtë sepse qëndrojnë në qëndrimet e mia dhe s'ka gjë që i lëviz qëndrimet e mia. E ftoj Lirimin për çdo gjë, jam i hapur edhe me diskutuar po hapun pa pasnjë problem. Faleminderit shumë. Ju presim në studion e emisionit Debatus. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit.